Përshëndetje nga kuzhina e Nelit, sot kam vendosur të përgatit një ushqim të shpejt, për çdo vakt mundi me përgatit edhe kur s'keni pra kohë, të mjaftueshme. Krejt që kanë nevojiten janë bukë të bordh, e prerë kështu, vaj ulliri pak, djath kaçkavall, sogjok i kam prerë në copa, pak magdanoz të terën ose të freskët, një gotë me qumsht, pak krep, 5 ve. Bismillah, fillojna përgatitjen. Furrën e kam shumë e nxehtë, temperaturë 230 gradë, edhe fillojna pra që të përgatisim. Qumshtin e hedhim tek vetë, që i kemi qitë në njën, pak krep, shtojna vaj ulliri, e marrim një grosht kështu nga djathi kaçkavall, magdanoz ose të terë kështu, ose të fresk, edhe i përzina krejt përbërësit së bashku me të dorës. Tashtë e kemi marrë një tepsi, e kemi qitë pak vaj, e kemi lyjë tepsin edhe i ulim copat e bukës, kështu, për ndryshe fetat e bukës në qumsht edhe i renditim në tepsi të gjitha. I kemi rendit të gjitha copat e bukës, edhe në qoshë pra i kemi da përgjist, tash e marrim këtë harqin që na ka mbet edhe ja qesim për mi. Furra pra është nxehur, është hazër. Mandej e marrim copat e sugjukut. Ideale kur keni bukë të ftoftë që ju ka mbet prej një dite me parë, e përgatitni edhe jo knoq të gjithë. Ja kemi qitë copat e sugjukut, tash e marrim djathin kaçkavall edhe me njerë fusim tepsin në furrën e nxehur. E kemi hek tepsin prej furrës, e kemi lënë pra për 25 minuta në furrë. Kështu duket edhe ky ushqim i shpejt edhe i shishëm që ja vlen. Ta provoni secila motë. Neve na bëft mirë, ju e pashtu nëse përgatitni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni. Komente të bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nelit, ju them miru pafshim.